Burimet sigurta nga shërbimet e antikrimit ekonomik financiar kanë bërë të ditur për pamfleti se pronarët e kompanisë Sallamerive Hako, përveç mashtrimeve dhe krimeve ushqimore, janë përfshirë edhe në pastrimin e parave të zeza në sektorin e ndërtimit. Në fund të prillit 2021, pasi u bën pjesë e oborrit të kryeministrit Edi Rama, përmes ortakërisë me një botues gazete dhe financimit fushatës së PS-s, Adnan dhe Antonela Hako hyn në biznesin e ndërtimit. Ata krijuan kompaninë Legal Construction ShPK në ortakëri me dy kompani të tjera importi dhe tregtimi mishrash, Frigo Alba ShPK dhe International Foods ShPK, të cilat janë përfshira gjithashtu në mashtrime me produktet ushqimore. Sipas raporteve të dërguara policisë së shtetit, prokurorisë, drejtorisë për andelimit pastrimit parave dhe vetë kryeministrit Rama, janë pikërisht Adnan dhe Antonela Hako, ata që grumbullojnë milionat e korrupsionit pushtetarëve dhe trafikantëve dhe i pastrojnë në sektorin e ndërtimit. Mënyra e pastrimit bëhet në dy forma: direkt përmes kompanisë së tyre Legal Construction ShPK, ku zotrojnë 25% të aksioneve, si investitor të fshehtë dhe kreditues ilegal, duke futur parat pista në kompani të tjera ndërtimi, kundrejt përqindjes me fajde ose kombimit me sipërfaqe ndërtimi. Investimet e drejt për drejta të familjes Hako janë të dukshme. Ata kanë financuar kompleksin me restorante, hotel, qebaptore dhe parking në qendër të Butrintit, një projekt i miratuar nga ish-ministri Mirela Akumbaro me bekimin e Ramës. Një tjetër investim madhor po zhvillohet në 4.7 hektar park natyror pranë shteti Buzlumit Vjos në fshatin Peshtan të Tepelenës, me statusin investitor strategjik të dhënë nga qeveria. Ata po ndërtojnë një resort turistik dhe fermë agrobujësore me hotele, fabrik pijesh, pulari dhe kompleks derrash në emrin Zagroturizëm. Sipas të dhënave të raportuara nga antikrimi dhe shish, Adnan dhe Antonela Hako, së bashku me ortakët e tyre në ndërtim dhe tregtinë e mishit, kanë injektuar miliona euro të dyshimta në kompani të tjera ndërtimi si gredi ilegale jashtë sistemit bankar nën maskën e Legal Construction ShPK. Nga prilli 2021 deri sot, pra 4 vite pas krijimit të Legal Construction ShPK, kjo kompani fantazm nuk ka deklaruar asnjë bilanc financiar në tatime përveç kapitalit themelues prej vetëm 100 lekësh.